unë do të jem në gjitha ekranet televizive, në gjitha emisionet apo edhe debatet me ju, për të ndjekur hap pas hapi të gjithë dosjen dhe të gjithë mënyrën e të vepruarit. Do ta filloj me televizionin e opozitës Syri, besoj se do ma hapi ekranin Syri, patjetër. Do shkoj në të gjitha televizionet, po e them ke Syri meqense e mban veten si të opozitës, kështu që do më japi shanse dhe mua të shprehem, por sigurisht që do të jem e hapur dhe për gjitha televizionet e tjera për të vazhduar me News 24-ën, që është një nga televizionet. Kesh përballjen të fortë zonja kryemare. Po patjetër, të fortë, po që do ta tolerojmë njëra tjetrën që të lëmë të marrojmë fjalinë, domethënë mos të ndërpresim, do ta bëjmë. Po e nisim që këtu, a mund të na thuash disa nga pikat kryesore të akta akuzës që ju kundërshtoni? Po patjetër. Po ju jap një pikë. Monika Kryemadhi, Ilir Meta akuzohen për korrupsion pasiv, ndërkohë që nuk ka asnjë të akuzuar për korrupsion aktiv. Unë e kuptoj që jo domosdoshmërisht ju bën papajshëm. Jo. Problemi është kur nuk ka korrupsion aktiv, si mund të ketë korrupsion pasiv? E para. Mos është parashkruar zonja Kryemadhi se e kemi bërë në këtë pyetje. Jo, kjo është nuk biznesmenët të cilët kanë kryer korrupsionin aktiv është parashkruar se jo, nuk parashkruhet, sepse pavarësisht edhe nëse që ka e parashkruar, a janë pyetur biznesmenët? Jo, s'janë pyetur. Jo. Nuk janë pyetur. Jo, nuk janë pyetur për çështjen për cilën akuzohemi. Një e para.